Vrasjet e fundit i shoh me shumë shqetësim për arsye se kjo tregon që këto fenomene duhen më shndrua një alarm për gjithë sistemin, për krejt shoqërinë, për gjithë shtetin, pra duhet më shndrua një urgjencë kombëtare dhe shtetërore, sepse bëhet fjalë për sigurinë edhe për ardhmërinë sidomos të gjeneratave të reja. Niveli i vedijes sigurisht është i ulët, por ka një kompleksitet faktorësh që krijojnë terrene dhe fenomene të tilla të kriminale të vrasjeve, për arsye se kemi pra një dështim të sistemit. Dhuna është fenomen që ndodh gjithkund në botë, nuk është që e kemi shpik ne, mirë po si fenomen faktor që kishin me parandalu ose me sensibilizu publikun për të reaguar në mënyrë racionale në raport me dhunën, janë shumë të dobët. Pra kemi një sistem arsimor që improvizon dhe që nuk e lufton bullizmin në thelb, por merret vetëm teknikisht me pasojat. Kemi një sistem medial që një farforme është e orientuar më shumë në senzacionin që prodhojnë veprimet e tilla dhe jo në sensibilizimin publik përmes përfshirjes ekspertizave të ndryshme, edhe po ashtu edhe si shoqëri. Pra kemi një dështim të inteligjencave të ndryshme, veç mas inteligjencës emocionale, e cila mundet me shërbyer një mekanizëm i fortë për ta parandaluar dhunën. Qasja e pakontrolluar në armët, sidomos në armët që janë jo legale në Kosovë, është me të vërtetë shqetësuese. Numërohet një statistikë rreth 200.000 armë pa leje që gjenden në duart e qytetarëve dhe këta qytetarë potencialisht munden me qenë edhe njerëz me predispozita dhune, njerëz që në situata të caktuara mbledhje ose tensioni shpërthejnë, edhe nga reaksioni, nga mungesa e vetkontrollit, nga mungesa e disiplinës, mungesa e inteligjencës emocionale, mund me bën një veprim i cili do të shkaktojë pasoja afatgjate. Pra mungon një kontroll më i rrept i shtetit mbi armët edhe identifikimin e njerëzve, sidomos adoleshentëve që kanë predispozita dhune. Sigurisht që këto do të më bëj sistemi i arsimit përmes mekanizmave të brendshëm shkollor, mirë po edhe sistemi i arsimit çalon në këtë pikpamje për shkak se efikasiteti i psikologëve, i sociologëve është shumë i dobët. Librat shkollor janë përmbajtësisht qëndrojnë shumë mirë po në implementim nuk është që ka rezultate të dukshme, edhe thjesht ne në farforme improvizojmë luftën ndaj bullizmit edhe ndaj dhunës. Dhuna nuk luftohet me populizëm, as me improvizim, as vetëm me kampanja, por ajo duhet me u godit në thelb, duhet me u zbulu shkaqet edhe me u bën një farë lloj diferencimi i adoleshentëve që kanë prirje dhune, e cili do duhet me marrë në mënyrë periodike konsulta ose referenca prej psikologëve dhe sociologëve edhe mu trajtu thjesht shëndeti mendor. Sepse shëndeti mendor dhe ai emocional mendoj që janë dy format e shëndetit më të dobta në shoqëri. Si keni pa vrasjet e fundit që të ndodhin, çfarë dukuri është kjo vetë? Fatkeqësisht shqetësuese, alarmuese madje. Për aq pak kohë do të mendohet 3 vrasje, domethënë brenda ndoshta 24 orëve, kjo don një analizë shumë të thellë. Nga ka pas neve shqiptarëve hije për me pas si vrasje? Po ku e di ne gjithmonë po flasim më ka pas ne hije shqiptare për kjo si ka hija skujt. Po tjerët nuk po e bojnë kështu. Na po e bojmë. Hija si ka skujt, mirë po ne gjithë ato qijat po i bojmë. Do të thonë se di çka është me neve. Gjithë e dinë se nuk duhet me bë këtë sene. Po sipas mendimit tim, do thotë kjo ka marrë shumë kohë përpara, do të thonë kriminaliteti. Ata njerëz janë, do të thonë, trimëruar në një mënyrë, sepse e dinë që pas një kohë do dalin nga burgu. Nuk bën shumë kohë burg. Mund vrasin, mund dhunojnë, mund përdhunojnë, edhe kur kërkojnë, shkon pa kohë edhe del. Ligjet duhet të shpërsohen. Kush bën kështu senesh, le të jetë dënimi
shumë i rëndë. Po çka kemi po? Çka kemi po? Keq e ma keq. Po na nuk e kem punën veç me vrasje. Na jemi kërkon heq, me kush do si jemi, që ke punë? Larg është ke punë e jona. Na veç Zoti aty fali kosh, ai nëse na në rrugë tinaj, se për ndryshe na rrugën që kena marrë na, nuk e di s'ka kërkun shto heq. Bile gjeni femnore, mu që mi vra gruan, po qysh mi vra gruan mëre? Për palon met, nirin, plus gruan e huaj. Për çka? Për kërfar interesis bota e punë. Na e bojmi. Qa më honë gjithë po qysh nuk është edhemshme? Qa më kun me edhemshme? Qka më kun hala me edhemshme? Se kja. Qa na ka gjithë neve kënë këtë dhjaja? Ate këqyre, udhëhestin këqyre, këqyna neve në rrugë për në adhen udhëhestin, na jemi qëtë. Na jemi. Po nas jemi kërkun kërkush, heq, as njës jemi, heq. Po nista pe veti, as njës jemi kërkun heq. Na po e kritikojmë për shemë dhe që ka vëvrasin, e kritikojmë Albin Kurtin, e kritikojmë Hashim Thaqin, po na kretë Hashima jemi, kretë Albina jemi edhe na, në vend punës, e krynë të punën tonë ku i e që aty, po nëse krynë me nderë, e me respekt që është duhet, atëherë falenderim. Po na kush se krymë as punën, as kush të punë krymë punën e vetë që është duhet, a dalim me me kritika, qa po bën kjo, qa po bën kjo, qa po bën kjo. Diskriminim i vrave femë në ditë sotë, shekullin 21, ku mo, po na kesh krejt bota me neve. Qka me thonë tjetër? Tragedi.